Është e ditur tashmë që vaksinimet janë një nga mënyrat më të sigurta dhe më efektive për të mbrojtur shëndetin e çmuar të bebes suaj, duke i ofruar mbrojtje thelbësore. Që nga muaji i parë i jetës, bebet marrin vaksina të rëndësishme për sëmundje serioze dhe potencialisht kërcënuese për jetën, si hepatiti B, poliomielitik, difteria dhe kollitja e mirë. Këto vaksina janë thelbësore dhe shumica e tyre jepen në një orar të caktuar, zakonisht në muajt 2, 4, 6 dhe 12 të jetës së fëmijës, duke ndërtuar imunitetin gradualisht. Pas vaksinimit, është normale që beba të ketë disa reagime të lehta, si skuqje në vendin e injektimit ose një temperaturë të lehtë, të cilat janë shenja që trupi po ndërton mbrojtje. Për t'i ndihmuar ata të ndihen më mirë, përgatituni duke mbajtur beben në krah, duke e qetësuar me zë të butë dhe duke i ofruar më shumë gjith ose ujë për hidratim dhe rehati. Këto veprime të thjeshta mund të bëjnë një ndryshim të madh në rehatinë e fëmijës suaj dhe të ndihmojnë në kalimin e lehtë të kësaj faze të rëndësishme. Mos i shtyni vaksinimet pa arsye të vlefshme mjekësore, pasi ato janë thelbësore për të krijuar një imunitet të fortë dhe të qëndrueshëm që e mbron beben për vite me radhë. Vaksinimi është një hap i vogël me një ndikim të madh, duke siguruar një të ardhme më të shëndetshme dhe më të sigurt për fëmijën tuaj dhe komunitetin. Gjithmonë konsultohuni me mjekun përpara çdo veprimi.